Edi Rama rrit pensionet me 300 euro. Në një lëvizje që ka tërhequr vëmendjen e të gjithë vendit, kryeministri Edi Rama ka njoftuar një rritje të konsiderueshme të pensioneve, duke mbajtur premtimin e tij të bërë më herët. Sipas njoftimit zyrtar, që nga data 1 tetor, çdo pensionist në Shqipëri do të marrë një shtesë prej 300.000 lekësh të vjetra, ekuivalente me rreth 300 euro në pensionin e tyre mujor. Ky vendim, i cili pritet të marrë formë ligjore përmes një projekt ligji të ri, shënon një nga rritjet më të mëdha të pensioneve në historinë e Shqipërisë postkomuniste. Kryeministri Rama, duke folur për këtë iniciativë, e përshkroi atë si një hap historik drejt përmirësimit të jetesës së pensionistëve tanë dhe një shprehje e mirënjohjes për kontributin e tyre në shoqëri. Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka konfirmuar se fondet për këtë rritje janë siguruar dhe se zbatimi i saj do të fillojë sipas afatit të caktuar. Ministra përgjegjëse deklaroi: "Kemi punuar intensivisht për të siguruar që kjo rritje të jetë e qëndrueshme dhe të mos rrezikojë stabilitetin fiskal të vendit." Ekonomistët kanë reaguar me një përzierje opinionesh ndaj këtij vendimi. Disa e shohin si një stimul të nevojshëm për ekonominë, duke argumentuar se rritja e fuqisë blerëse të pensionistëve do të ketë një efekt pozitiv në konsumimin e brendshëm. Arben Malaj, ekonomist i njohur, komenton: "Kjo rritje mund të sjellë një injektim të rëndësishëm në ekonomi, veçanërisht në zonat rurale, ku pensionet shpesh janë burimi kryesor i të ardhurave për familjet." Nga ana tjetër, disa ekspertë shprehin shqetësime për impaktin afatgjatë në buxhetin e shtetit. Profesor Dr. Selami Xhepa paralajmëron: "Duhet të jemi të kujdesshëm që kjo rritje të mos komprometojë stabilitetin fiskal të vendit në vitet e ardhshme. Është e rëndësishme të kemi një plan të qartë për financimin e qëndrueshëm të kësaj rritjeje." Opozita ka reaguar me skepticizëm ndaj këtij njoftimi. Përfaqësues të partive opozitare e kanë quajtur këtë lëvizje populiste dhe kanë kërkuar më shumë transparencë rreth burimeve të financimit. Ata argumentojnë se kjo rritje mund të çojë në rritje të borxhit publik ose në rritje të taksave në të ardhmen. Shoqatat e pensionistëve nga ana tjetër kanë shprehur entuziazëm për këtë vendim. Zoti Agim Islami, kryetari i një shoqate pensionistësh, deklaron: "Kjo rritje do të bëjë një ndryshim real në jetën e shumë pensionistëve që luftojnë për të përballuar shpenzimet e përditshme. Është një hap i madh drejt dinjitetit për të moshuarit tanë." Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.